Një shpërthim eksploziv i tronditi Lezhën në orët e para të mëngjesit të së premtes. Objekti i sulmit me lëndë plasëse ishte lokali Amigo në pronësi të shtetasit Ilir Marvukaj, në lagjen Beslidhja në bllokun e banimit pranë lumit Drin. Ngjarja ndodhi rreth orës 3 të mëngjesit dhe fatmirësisht nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme të shumta materiale. Nga veprimet paraprake të policisë dhe këqyrja e kamerave të sigurisë bëhet me dije se autori ka qenë një person i maskuar, i cili ka vendosur lëndën plasëse para derës së lokalit dhe është larguar në këmbë. Lëvizjet e tij janë fokusuar nga kamerat në zonë, por për shkak të maskës që mbante në kokë, nuk është arritur të identifikohet. Në dëshminë e tij paraprake në polici, pronari i biznesit Ilir Marvukaj ka deklaruar se nuk ka konflikte. Grupi hetimor po mbledh çdo provë dhe dëshmi me qëllim zbardhjen e ngjarjes, ndërsa pista kryesore e hetimeve është përqendruar tek veprimtaria e 47 vjeçarit Ilir Marvukaj. Policia po kalon në si çdo problematik që ai mund ketë pasur në të shkuarën dhe gjatë kohëve të fundit, ndërsa ende nuk është përcaktuar sasia dhe lloji i lëndës plasëse, shpërthimi i së cilës shkaktoi frikë dhe panik tek banorët e zonës.